Dhe më pas kemi parë milingonat, mizat edhe që të qua populli, si dhe qimkat, ose tartabishat, ato që thithin gjak, disa insekte që janë kryesisht produkt... Ato që rrinë të kafshët, apo jo? Në fakt edhe kafshët kanë të tilla, po njerëzit kanë specien e tyre eksakte, pra specia e qimkës vetëm për njerëzit, dhe kryesisht transportohet nga udhëtarët e ndryshëm që udhëtojnë nga një vend në një vend tjetër, që qëndrojnë në hotele base jo të standardeve më të larta, dhe që bëjnë përhapjen e këtyre insekte. Pra këto janë 3 specie që predominojnë këtë sezon veror. Për unë që ndoshta nuk e di qimkat si është qimka? Atëherë, këto janë disa insekte gjakpirëse. Po? Ushqen me gjakun e njeriut, pra specia që është përshtatur me njeriu ushqet me gjakun e njeriut, janë insekte të vogla, po themi me një kokër thjerz, nga ato të shtëpisë, dhe ato kanë kryesisht kanë si vend qëndrimi zonat e fshehura të një shtëpie, veçanërisht rreth krevatit, aty ku edhe ushqen me